Një përshëndetje gjithmonë për ulemi para ushtarëve dhe oficerëve të ushtrisë ligjore të Kosovës. Mirëmbrëma të gjithëve, me lejoni që në emër të shoqatës Kosova dhe në emrin tim t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në festimin e 3 vjetorit të pavarësisë së Kosovës të organizuar nga shoqata Kosova në Michigan. Fillimisht falenderoj televizion Iliria me pronarët zotin Ekrem Bardha dhe aktivistin zotin Tom Duhani. Madje falenderoj personelin e sallës së Kishës Katolike të Shënpalit në krye me menaxherin zotin Frani Vezaj për shërbimin e shkëlqyer. I falenderoj dhe një duar trokitje për personelin e sallës. Gjithashtu ju kisha kërkuar një duar trokitje për drejtuesit e programit të sonte, zonjushën Irina Grabanica dhe juristin e diplomuar zotin Anton Gjini. On behalf of the Albanian American Association Kosova in Michigan, I would especially like to thank Congressman Gary Peters. Mayor of Rochester Hills, Mayor Brian Barnett, and the Mayor of the City of Rochester, Mayor Jeffrey Katterson. I'm sorry. Your presence and support is a great reflection and respect towards our community. Again, thank you. Falenderoj mysafirët special nga Velindja, zotin Anton Kola, ish kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe General Brigade zotin Mark Shala. Falenderoj famulitarit të përndershmit Don Anton Qira të Kishës Katolike të Shënpalit dhe Don Due Gjergji të Kishës Katolike Zoja Pajtore për njoftimin dhe ndihmën e tyre në organizimin e këtij manifestimi të madh kombëtar. Në veçanti e falenderoj dhe kemi nderin ta kemi në mesin ton patriotin dhe biznesmenin e shuar, i cili për 50 vjet me radhë nuk pushoi se trokiturin e për kancelaritë e kongresistëve, senatorëve dhe presidentëve amerikan për pavarësinë e Kosovës dhe kauzën shqiptare. Është ky nderi i diasporës shqiptare të Amerikës, konsulli i nderit të Shqipërisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Ekrem Bardha. Edhe njerë ju falenderoj për kontributin tuaj, zoti Bardha. Gjithashtu më lejoni të përshëndes aktivistin Fran Mirdita, i cili ka ardhur enkas nga Florida për të festuar me ne këtë ditë të madhe. Gjithashtu dua të falenderoj doktor Bajram Berisha me zonjën e tij, zonjën Lume, të cilët kanë ardhur nga Kanadaja. Dhe në fund dua të falenderoj të gjithë kryesinë dhe antarësinë e shoqatës Kosova për punën dhe angazhimin e tyre në organizimin e festimit të kësaj dite të bekuar, ditë që i ngjan ylli të Karvanit, ditë që nga xhiri i saj buron ndjenja krenarisë kombëtare. Gëzuar ditën e pavarësisë së Kosovës, ne ta përcjellim këtë ditë ndër brezat tanë si ditë simbol të lirisë, si ditë fatlume, si ditë të shenjtë, siç është e shenjtë vetëliria. Ju falenderoj.